Kandidatja e BDI-s për kreun e komunës së Tetovës Teuta Arifi ka realizuar një vizitë në ndërmarrjet e vogla të udhëhequra nga gra sipërmarrëse. Këto ndërmarrje fillimisht kanë nisur si biznese më të vogla, të cilat gradualisht janë zgjeruar e rritur si rezultati i kërkesave të shumë konsumatorëve, të kënaqur me shërbimet e produktet e tyre. Duke bashkëbiseduar me këto gra dhe duke u njohur përsa afërmi me natyrën e punës së tyre dhe ecurinë e zhvillimit të Teuta Arifi ka patur mundësinë të shpjegojë dhe qasjen e saj, e cila do të jetë frymës bashkëpunuese e mbështetëse për këto sipërmarrje. Jashtëzakonisht jam e inspiruar prej asaj që shoh, se si gratë munden prej gjërave të cilat janë të vogla në fillim, ashtu si rrisin fëmijët të bëjnë pas disa vitesh gjëra dhe punë të suksesshme. Dëshiroj që të them se komuna e Tetovës do t'i përkra gratë në biznes, gratë sipërmarrëse, gratë të cilat janë të interesuara dhe duan të punojnë dhe të fillojnë punë të vogla për t'i bërë të mëdha. Dhe këtë do ta motivoj normalisht me përkrahjen e vet, me lehtësimet që komuna kishte për t'i dhënë, dhe njëkohësisht dëshiroj të anoncoj se komuna e Tetovës, domethënë do të bëj përzgjedhjen e gruas sipërmarrëse të vitit, si edhe një motivim plus që gratë të shohin perspektivë në hapjen e punëve të vogla, të cilat përveç që krijojnë të ardhuna të mira për familjet e tyre, njëkohësisht ndihmojnë në zbutjen e papunësisë, duke pas parasysh faktin që vetëm në këto vende janë dhjetra gra të reja ose në moshë, të cilat punojnë dhe krijojnë rrogën e tyre dhe mbajnë familjet e tyre. Sipas agjendës së parapari shoqëruar dhe nga bartësi i listës së këshilltarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim Hisen Xhemaili dhe aktivistë të tjerë, Teuta Arifi gjithashtu ka vizituar dhe kompleksin memorial pranë Teqes së Tetovës, ku ka bërë homazhe tek varrezët e dëshmorëve. Në radhë të parë nderum dëshmorët, ata të cilët janë më të meritumit për këtë ditë dhe këtë aktivitet që e kemi, dhe tani do takojmë aktivistët tanë, qytetarët e këtij vendi, për t'i falenderu për përkrahjen që na japin dhe për t'i ftuar që me të njëjtin dinjitet dhe me të njëjtin integritet të mbështesin edhe në raundin e dytë zgjedhor, për arsye se vota është e lirë dhe e çdo njerit, nuk shitet e nuk blehet, po është respekti secilit qytetar në radhë të parë për vetveten e vet. Në vazhdim të itinerarit, ajo ka realizuar edhe takime me banorët e lagjes Bregu i Diellit, Teqe 2 në Tetovë, në funksion të fushatës parazgjedhore për raundin e dytë, si dhe për të shprehur mirënjohje nga mbështetja e marrë në rrethin e parë zgjedhor.